أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, tema inshallah për sonte do të jetë nata e Isras dhe Mi'rajit. Jemi në muajin Rajab, ku kjo mrekulli e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur po në këtë muaj dhe muslimanët anë mban botës e përkujtojnë këndodhi, këngjarje, këtë mrekulli të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e cila me të vërtetë është për plot mësime. Për ditët tona të përditshme, për të ardhmen, për jetën tonë kështu në përgjithësi ka plot mësime. Dhe në këtë natë, siç e dini, është bën obligim namazi. Një nga 5 shtillat e Islamit, I vetmi obligim që ja bën obligim mbi 7 shtylla është namazi. Të gjitha qëra obligime, Ramazani, Haxhi, Zakati janë bën obligim kur ka qenë pejgamberi alayhis salam në tokë. Pra me të vërtetë është një natë e veçantë, një ndodhi e veçantë, prej mrekullive më të mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më e madhja dhe e vazhdueshmja është Kurani. Pra Kurani është mrekulli që u ka dhënë Muhamedi alayhis salam gjatë jetës së tij edhe pas vdekjes së tij, vazhdon kjo mrekulli deri ku të vijë dita kur të ngrihet apo kur të ngrihet Kurani nga toka. Para kiametit, domethënë prej shenjave të kiametit. Dhe nota e Isras dhe Mi'rajit, sidomos nota e Isras, udhëtimi prej Mekke në Palestinë, është e vërtetuar me Kur'an dhe me hadithe të vërteta. Ndërsa ngritja pejgamberit alayhis salam prej xhamisë Aksa mbi 7 shtylla, dhe kjo është e vërtetuar me hadithe, me Kur'an nuk ka jetë direkt I qartë që flet për këtë ndodhi, por ka jete që tregojnë se Muhamedi alayhis salam ka qenë mbi 7 shtylla. Një prej atyre ajete është وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Muhamedi e pa përziti herë Gjibrilin tek Sidratul Muntaha. E Sidratul Muntaha është mbi 7 shtylla, domethënë fillimi I saj në qillën e 6 dhe mbaron në qillën e 7. Një pemë që ka kriju Allahu xhaleshanu, pejgamberi alayhis salam ka treguar për bukurinë e saj, e ku thot Allahu at Gjibrilin e pa përziti herë tek Sidratul Muntaha, عندها جنة المأوى, afër saj ishte Jannatul Ma'wa, një prej emrave të xhenetit, do të thotë pejgamberi alayhis salam ka qenë mbi 7 shtylla. E për këtë dietar thonë kush e mohon, kush e kundërshton Isran, udhëtimin prej Mekës në Palestinë, ai njeriu ka përgënjeshtruar Kur'anin. E përgënjeshtimi I Kur'anit është kufër. Pse sa jeti I qartë, subhanalladhi asra bi'abdihi lejlan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Pa të mejtë është lartëmadhëria ati I cili e bori robën e tij, pra Muhammed alayhis salam, të kalon në një pjesë të natës, të udhëton prej Mekës në Xhamin Aqsa, në Palestinë. Pra kjo është e qartë. E pasi që e ka ndëgjuar dikush këtë dhe ka e din se është në Kur'an dhe shkon e mohon këtë, ka bën kufër, sepse ka mohu Kur'anin. Njeriu s'ka drejtë ta mohon asnjë shkruajnë Kur'anit, lemon një ajet. E për këtë pra dietarët, të gjithë dietarët janë të pajtimit, qofshin dietarët të hadithit, historisë, të fikut, këtë lloj të dietarëve, gjitha lëmijave janë të pajtimit se Muhamedi alayhis salam ka udhëtuar prej Mekës në Palestinë, I zgjuar me trup e me shpirt. Jo vetëm me shpirt, jo në ëndër, sepse ajeti është I qartë, Esra, e Isra do të thonë udhëtimi I cili bën gjatë natës. Do të thonë kur të udhëtosh gjatë natës, ajo kohë që e kalon gjatë natës I thonë në gjuhën arabe Isra, pra udhëtim gjatë natës. Edhe sikur të ishte vetëm me shpirt, nuk ishte Allah Teala Esra, udhëtoj.
Nuk bëhet udhëtimi me shpirt. Por ndryshe na për natë udhtojna. Herë në Mekë, herë në Australi, herë në ndonjë deti, herë në Kodra, herë në Male, Shkretina, ka mos e shohim vetën ëndër apo? A është udhëtim ajo? Nuk është udhëtim. E Allah Teala po thot Esra, pra e boni robën e tij që ta kalon në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit, pra Ka'bës, në Mesxhid al-Aqsa. Pse quhet Mesxhid al-Aqsa? Xhamia e largët, sepse është e largët prej Ka'bës. Aqsa, diçka lart që është. E për këtë e ka marrë dhënien Mesxhid al-Aqsa. Pra kjo mrekulli e pejgamberit alayhis salam është e vërtetuar me Kur'an dhe me hadithe të vërteta dhe çdo musliman dhe ka për detyrë ta besoj bindshëm se Allah subhanahu wa taala ja mësoi Muhammed alayhis salam dhe nderoj me këtë udhtim prej Ka'bës në Xhamin Aqsa dhe pastaj ngriqja mbi shtatje deri ku ka dashur Allah subhanahu wa taala. Allah është i plot fuqishëm. Dikush i tash mundu ta kundërshton këtë me thon po si për një pjesë natës kur mushrikët e asaj kohe e pranun. Disa prej tyre besun se e ka bën këtë udhtim. Disa e mohun. Por kur ja tregoi pejgamberi alayhis salam Xhamin Aqsa, kur ja përshkruajti pastaj disa tjerë që mohun e pranun. E disa vazhduan nga inati, nuk e pranuan këtë udhtim të pejgamberit alayhis salam. Se kur u kthi prej Miraxhit dhe prej Palestinës pejgamberi alayhis salam me një mëngjes i lajmëroi shokët e tij. I lajmëroi banorët e Mekës se pra me bën udhtimin prej Ka'bës në Xhamin Aqsa, pastaj ngritën mbi shtaçilla e disa fillon të thonë me të vërtetë Muhammed je smurt, si me bën këtë udhtim. Kur e bone mbram, të kishë thonë që një muaj pra një muajve, shkua dhe u kthejta, nashta diçish e besojsh na di se ka shku një muaj udhtim me shkuar mu kthi, ama për një pjesë natës, ata s'ka pas aeroplan, s'ka pas raketa, s'ka pas kerra, çisho Muhammed me shkallë thuvet, si shkuan në Palestinë u ktheve. Nuk kanë shaqe një 10 kilometra 20 në Palestinë. E diku ju kujtoi thau Muhammed, hajt masi e ka në Palestinë Xhamin Aqsa, apo na i tregon pak Xhamin Aqsa, si ishte, çka kishte? Atë ishin sigurt se s'ka qenë kur Muhamedi alayhis salam në Palestinë. Asnjëherë nuk ka qenë Xhamin Aqsa, me të vërtetë s'ka qenë asnjëherë, përveç asaj natë. E pejgamberi alayhis salam nuk i ka shku mendja kur ka qenë Xhamin Aqsa, mu bë imam i gjithë pejgamberëve. Prej Ademit alayhis salam deri te Isa alayhimus salam nuk i ka shku mendja me kështu që ka derën dritare, çka ka si janë ndërtuar. Atëherë një mrekulli tjetër. Allah xhelleshanu ja hikat pirdën, disa thonë ja hikat pirdën e pa Xhamin Aqsa, disa thonë Xhibrili ja afroi për parasive Xhamin Aqsa dhe filloi ta përshun pejgamberi alayhis salam qosh për qosh, der për derë, dritare për dritare, saqë Aisha radhiyallahu anha thot, o ti i cili e përshkruaj te Xhamin Aqsa sikur ti ishe ai i cili e ka ndërtuar. Apo si më qenë ai arkitekti. Aq bukur ti e përshkruaj te Xhamin Aqsa. Allah xhaleshan ja mësoi ta shohë Xhamin Aqsa të u përshkruan. Atë natë kur u bë imam i gjithë pejgamberëve, imagjinoni çfarë gjendje njerëzit më të mirë, krijesat më të mira për një natë të bunë në Xhamin Aqsa. Prej Ademit alayhis salam të gjithë kishin të vdekur, por veç Isa alayhis salam i cili në qiellin e ditë. Të gjithë tjerë kanë vdekur. Ai ringjallë Allah subhanahu wa taala me trup e me shpirt ishin në Xhamin Aqsa. Imagjinoni çfarë gjendje ishte atë, çfarë emocione. Edhe plus pejgamberi alayhis salam, pejgamberi i fundit, atë ishte Ibrahimi alayhis salam, atë ishte Musa, atë ishte Isa, atë ishte Ademi alayhis salam, ishte Nuhu. Pejgamberët më ishin atë. Xhibrili i tha Muhammedit ti son të bësh imam i gjithë pejgamberëve. Imam i gjithë pejgamberëve. Të bim historik se thuan. Këtë pejgamberët me një xhami, imam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E për këtë thuajmë na Muhammedi është imam i pejgamberëve. I fal direkat me urdhën e Allahut. Kjo nder për pejgamberin alayhis salam, nder për pejgamberin se unë gjithë për mbi shtaçilla, pastaj në çdo qiell disa pejgamberë pritën Muhammedin alayhis salam. Domethënë kjo natë ka qenë për plot me të mira, për plot mësime, për plot mrekulli të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nder nuk i bën askujt përveç Muhammedit alayhis salam. Kjo udhtim dhe kjo ngritje mbi shtaçilla të shef krijimin Allah çka po thot linuriyahu min ayatina, ti tregojmë atij Muhammed alayhis salam disa nga argumentet tona.
Ato ndodhi që i pa pejgamberi alayhis salam, që i pa ato namazli që lojnë namazin, që i pa ato që bojnë zina, ato që pinë alkool, ato që e përgojojnë, që bartin fjalë, mujahidë, këto si i pa pejgamberi alayhis salam, na nuk i shohmë. A mi tregoj pejgamberi alayhis salam hadithin e gatë i cili flet për Isra dhe Mi'rajin. Pastaj pejgamberi alayhis salam tregoi kur i mbi 7 qilla, si pa në qillën e parë, në qillën e dytë, tretën, si e pa Ibrahimin alayhis salam, si e pa Beitul Ma'mur, si e pa Sidratul Muntaha, si hyn në xhenet, si e pa xhehenemin, si e pa me lajkën Malik, kujdesarin e xhehenemit, si e pa Israfilin i cili frin surin. Gjitha këto linuriyahu min ayatina, thot Allah, ti tregojmë atij disa nga argumentet tona. Që forcon zemrën se Xhibrili alayhis salam kur erdhi atë natë me mur prej të shtëpia e Abu Talibit, ku ishte vajzat e Abu Talibit, motra e Hazrat Alit, Hani, ishte pejgamberi alayhis salam atë natë aty të flet, ishte Hamza, ishte Ali radhiyallahu anhum, ishin aty me pejgamberin alayhis salam. Xhibrili e zgjoi nga xhumi, shkon te Ka'ba, i falën dy rekat namaz, edhe aty ju hap gjoksi pejgamberit alayhis salam. Që pastruat gjoksit, zemra e tij të mbushet me forcë, nuk ka ashtu lehtë me këtë zemrë në aeroplan do ne ku hip me dikush s'e përballon, e keni pa. S'e përballon aeroplanin. Ja duhet më ia dhon një 2-3 hapa me shtin në xhum para se sa të hipe, para se munis aeroplani, se s'e përballon. Në kërë dikushi me shkel 300 një datë frimas, s'e dëron. Imagjinote atë udhtim me bon prej Mekë në Palestinë, mbi 7 qilla me hip, kur e dinë se në mes çdo qille ka 500 vjet me hec me mjetin më të shpejt. E krejt këtë udhtim me hec. Këto është ka po thojnë po hipin me raketa, me satelita, me sejnë, sa vjet u shtruan, çka bojnë lloj teste, lloj analiza, sejnë se Muhammed alayhis salam ju hap gjoksi atë natë, Xhibril alayhis salam me lajket, edhe që për me përballu, ajo kujtohet që pejgamberi alayhis salam e pa shpellën Hira Xhibril alayhis salam formën të cilën e ka kriju Allahu. Ai rat fik. Kur i hapi dikrat, Xhibril tha o Muhammed, thot vetëm dikraj hapa prej 600 krave mbuloj krejt horizontin. Lindjen perëndim me dikra që i hapi Xhibrili e mbuloj krejt tokën. I tha o Muhammed, 2 prej 600 vi hapa. Edhe 598 qerkraj ka pa. Me djem mbuloj krejt tokën. E kur e pa natën e Mi'rajit mbi 7 qilla, kur e pa tek Sidratul Muntaha, aty i qëndroshëm pejgamberi alayhis salam, nuk i rat fik, nuk e hupi vetë dijen kur e pa Xhibrin alayhis salam atë krijesë të madhe. Po pa edhe qërë me lajke, ku thot pejgamberi alayhis salam, e pa është një me lajke e cila quajke Ismail, të qilli i parë, djera e qillës parë, ato vetëm me lajke të dinë. Thot ku mrinë ati ishte një me lajke, në komandën e ti ishin 12.000 me lajke. Dhe me thoi këta në rojtarët e qillës parë. Thot kur trokiti Xhibril alayhis salam ndër, se qëta janë sejnë të prekshme. Edhe trokiti ndër, thot kush janë, thot jam Xhibril, thot kush janë me ti, thot jam është Muhamedi. A ju ka shpall, dhe me thoi, ka urdhëri, leja, për me alë qillë, thot po. E ja hapin dira. Pastaj në qillën di, shton 3-ën, 4-ën, 5-ën, 6-ën. Imagjinoj këto tëmi pa këto pamje, njeriu i rëndom, njeriu i thjeshtë, shton me të mur tash me të kapi me i për me 7 qilla, me atë shpejtësinë e burakit për shembull prej Mekë në Palestinë. Burak, kafsha burak e sillur prej xhenetit. Kjo është mjet i udhëtimit i pejgamberit të mëhershëm ka qenë buraki, edhe atë natë i pejgamberit alayhis salam. E buraki është e marrë për fjalë të vetëtimës, shpejtësisë më që e ka kjo kafsh. Dhe me thonë, ku e më rinë shikimi, a që e qënë hapin, komën e vënat. E me këtë kafsh u thoi, pasaj në gjithë mbi 7 qilla, gjithë ato që i po, linuriyahu min ayatina, thëtë Allah Ta'ala, që ja të regujnë disa nga argumentet tona. E kjo është në prej ku bon, prej Ka'bës. Min el Masjidil Haram, prej Ka'bës. Ila al Masjidil Aqsa, në xhamin e Aqsas, në Palestinë, vend i shenjtë. Palestina, po xhamia e Aqsa është kibla e parë e muslimanëve. Xhamia ditë ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës. E para është Ka'bja, pastaj është ndërtuar xhamia Aqsa. Ka qenë kibla e parë dhe është xhamia ditë ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës thuhet 40 vite pas Ka'bës. Do të ndërtoj Ka'bja, pas 40 vite ndërtu xhamia Aqsa.
Thuhet se ndërtoi Ademi a.s., e rindërtoi Ibrahimi a.s. dhe zgjeroi dhe kompletoi Sulejmani a.s. Ashtu siç ka ndodhur me Ka'bën, se Ka'bja gjatë historisë disa raprishë. E Ibrahimi a.s. ku thot wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu, thot kur Ibrahimi a.s. i ngriti themelët e Ka'bës dhe Ismaili, domethënë disa dietar thonë themelët janë koha të Ka'bës. E Ibrahimi vetëm e vazhdoi ngriti, e ndërtoi Ka'bën. Disa thonë Ibrahimi a.s. e ka ndërtu, po ka që thonë edhe Ademi a.s. Disa bileshën malak thonë me lajkët e ka ndërtu Ka'bën. Domethënë themelët e Ka'bës kanë qenë aty. Edhe Xhamia Aksa, siç thonë dietarët, thuhet se Ademi a.s. e ndërtoi, e rindërtoi Ibrahimi a.s. e pastaj e zgjeroi dhe si është sot e ka bën Sulejmani a.s. Është xhamia e tretë për ka rëndësia në Islam. E parë është Ka'bja, Medinja, xhamia e pejgamberit a.s., pastaj xhamia Aksa. Shumë pejgamber kanë lënë gjurmë në të, në xhamin Aksa. Ka që janë të varrosur aty. Ka që kanë jetuar aty, ka që kanë kaluar për atë vend. Allah xhaleshan çka po thot? Alladhi barakna hawla, rrethinën e së cilës e kemi bekuar. Ku mos më qenë bekuar aty. Pejgamber kanë jetuar, pejgamber janë të varrosur, pejgamber kanë kaluar aty. Aty kanë zbrit me lajket, kanë zbrit librat, Injili. Aty ka Isa alayhis salam, ka lind, aty arrit Isa alayhis salam. Vendi bekuar është për muslimanët, është vend i shenjtë. Domethënë është xhamia e tretë për ka rëndësia në Islam. Muhamedi alayhis salam fali namaz në këtë xhami në natën e Isra dhe Mi'rajit, duke u bërë imam i gjithë pejgamberëve. Për këtë është edhe bekuar. Pra Muhamedi alayhis salam ka në xhami. Dhe ndër vite, siç e dini, xhamia Aksa ka përjetuar disa shkatrime nga tërmetët, por edhe pushtimet, krizaqtave, kujt diçka, lufta asajne. Edhe që nga viti 1976 dhe në ditën e sotme, gjendja xhamis Aksa është kjo që është. Siç e shohim çdo ditë. Se nëse tash më shumë na përmend xhamin Aksa vetëm natën e Isra dhe Mi'rajit. Tana qëra nata, qëra dita. Është i rastishëm për ne muslimanët, apo për ummetin Muhammed alayhis salam. Pra nuk do të përmend vetëm natën e Isra dhe Mi'rajit. Me fol për xhamin Aksa, e tanë vitin me harru xhamin Aksa. Ata burrat mëdhej që e kanë shliru, ata burrat që kanë dhirë gjak për atë vend, ata burrat që kanë luftu për atë vend, anë vend i shenjtë, kibla e parë. Çfarë do të thonë kibla e parë? Muslimanë njerë janë falë drejtim xhamis Aksa, pastaj u ndryshu kibla me urdhën e Allahut dhe u bën ka Ka'bja. Atë është vend i pejgamberëve, është vend ku janë zbrit me lajket e librat, është vend i shenjtë. E zhmeor çdo njeri atë me kesh përdor atë vend. Çdo njerëz të pavlerë, njerëz që nuk besojnë në Zot, nuk besojnë në Allah dhe me shkel atë vend dhe me kupu atë vend apo me pushtu atë vend, ne muslimanë nuk na takon çaq let me lahonësh, po çfarë jemi të dobësuar si ummet, jemi të dobësuar në vetveten tonë, s'po jemi taft me kri disa obligime që i kemi një herë, e lëm obligimet apo detyrën e ummetit. E ku është ai Salahuddin al-Ayyub, pasardhës e Salahuddin al-Ayyubit, ku janë pasardhës e Osman Live, Muhammed Fati, ku janë pasardhës e Mu'tasimit, ku janë pasardhës e Omar ibn Khattabit. Ku jemi në gjumë. E përmend një ditë, një ummet i cili flen natën e Kadrit, e natën vitri rrez gjuhë deri në sabah, mos pyet pse është dobësu kjo ummet. Natën e Kadrit, kërhatmi dhe kushia ju vi pengojnë në nashta. Në zënë gjumë ishtë nësi kinja. A natën e vitë të ri, fëmija po kanë qef. Ka jetë për rinë, ka jetë për festojnë. Fëmijëve me krejtëski me hinë varë. E më spishme pastaj pse gjendja ju në shtone. Nisja prej vetës tonde, unë e prej vetës time, pse gjendja ju në shtone. A shtone sepse, qka ki bon sot për islamin? Qka bon e gje për islamin? E çka boni për dunjon sot, valla na përshi, na përbur, ftofte të punu të ase, a për islamin? Inshallah Zoti na mëshiron dhe na i përmison gjendjen tonë se këto fiesta po vinë po shkojnë, ne s'po ndryshojna. Nashta na prej kjo si ndodhi si ngjarje Isra dhe Mi'raj, mashallah, çfarë ndodhi, çfarë mrekullia, se kret nesër harrohet. Vjen të nashta një fiestë tjetër, edhe atë na kapën emocionet, kalon edhe ajo.
Muslimani duhet t'i ketë prezent këto ndodhi, non stop t'i ketë. Ta di e këtë histori, shumica prej musliman nuk e din kur është nata e Isras dhe Mirajit. Mos me lajmëru, mos me qitë në për internetin, në për sene. Pse mos me ditë, plot mësime. Tash këti përmenjë që ka pa pejgamberi a.s. në atë natë, që ka udhëtu pejgamberi a.s. që ka përjetu, e si u këthi, e si populli vetë nuk i besun, si Ebu Bekri e besoj këtë ndodhi. Erdhën mushrik thanë, o Ebu Bekr, ai shok jot po pretendon besoj akon Palestinë. A e ka thoj? I thanë po, e besoj. Unë i besoj ati se pi vjen prej natë lajmi, Kurani pi zbret, pi vjen Gjibrili prej natë, mos ta besoj këtë. A e ka thoj Muhammed, po, o bo e besova. Për këtë dhe ka morë nofën e Siddiq, se gjithmonë e ka pranu të vërtetën, e ka dash të vërtetën. Pra për këtë pejgamberi alayhis salam thonë sahabët, që sahabët tregojnë thonë, Allah subhanahu wa taala nëpërmjet gjuhës të pejgamberit të tij, nëpërmjet gjuhës së Xhibrilit alayhis salam, Allahu e ka mërtuar Abu Bekrin Siddiq. Se ka dash të vërtetën, dhe ka jetu për të vërtetën, dhe ka vdek për të vërtetën. E këto burra e kanë mbrojtur këtë Islam, e pse na muslimanëve si shembull dhe të lexojmë historitë e tinve, të mësojmë prej tinve sinqeritetin e tinve, devotshmërinë, jetën e qëndrueshmërinë, e praktikën si e kanë praktikuar këtë Islam, si e kanë dashur këtë Islam. E sot e kësaj ditë mas 1400 vjet përmendet Abu Bekri, për shembull, apo Bilal apo Omeri. Ne mas kujdi masau me thon. Na harruat e imni. Çka ke bën diçka për këtë Islam, diçka të madhe. Nëse ne e bojna për Allah, nuk do të më bëjnë, nuk e bojna për emrin, Abu Bekri se ka bën jo për me emrin mas 1400 vjet. Por Abu Bekri ka bën për me ngrit Islamin, u ngrit Islami bashkë me Islamin u ngrit edhe Abu Bekri. Bashkë me Islamin u ngrit edhe emri Bilal, bashkë me Islamin u ngrit edhe emri Omar, e tjerë sahabe. E për këtë përmend emri aty në sot. E këto ndodhi, këto historia të pejgamberit alayhis salam, këto mrekulli mos vinë të shkojnë pa marrë namosin prej tyre. Dikush ku po shkon po shkoj sonte në xhami, ku po shkon po shkoj me një tribun. Çfarë tribune? Për Isra dhe Mirajin. A falë sabah sot jo, drekën jo, iqinin jo, akşamin jo, yatsin jo, i të në tribun pa fal. Çka i të ngoj Isra dhe Mirajin? Po në Miraj të bë obligim namazi. 50 namazi bën obligim Allahu. Po pastaj Musa alayhis salam i tha o Muhammed, populli jot nuk i fal 50 namaze. Problemi ka pas dia 3 namaz nuk i kanë falë. Ato do t'i falin 50. Ata Muhammed alayhis salam ju lut Allah ja zbriti 45, ja zbriti 40. No zhari thëke Musa alayhis salam nuk i falin populli jot. Ummeti jot. Deri kur mrinin 5. Edhe në 5 i tha Musa alayhis salam nuk e falin. Ata thot Muhammed alayhis salam u tërprua nga Allah me lut me mazbrit hala namazin. E thot o Muhammed kështu i fal të 50 namaz dhe ka shpërinë e 50 namazeve. E shkon të aty në tribunë Isra dhe Miraj pa fal namazin. A nuk në bjen vesh ajo se a bon obligim namazin natën e Mirajit ta? A nuk i kënë dëgju natën e Mirajit pejgamberi alayhis salam, natën e Isras, udhëtimit të tij prej Mekkës në Palestinë, çuditërat që i pa, ndodhi që i pa. As i kënë dëgju se pejgamberi alayhis salam e pa diçka e pa një furn, një plakës, një keqe, një shëmtuar, një plakë e keqe. Thot pejgamberi alayhis salam, o Xhibril, kush është kjo? Thot dënjaja. Fruni ka. Pra 1400 vjet plak. E me vu me pa që tash? Pala sa vetru. Atë shu ka funi dënjaja. Këtë dënja Allah xhaleshan ka me botën e ashme ka me aparaqit njerëzve. Ata që kanë luftu për dënjon, që kanë mit për dënjon, që kanë idhnu për dënjon, që ka prish me none me ba për dënjon, me vllazni ada për dënjon, veç për dënjon i kanë bën krejt këto të këshia, kur që paraqitet dënjon thot Allah xhaleshan e njefni kët, thonë o Zot, as nuk e njoh, pas nuk dojna me njoh, se e keqe, e shëmtuar. Thot kjo dënjoja për të cilën u mbeçi, kjo dënjoja për të cilën u përçashi, kjo dënjoja për të cilën bën fitnë, përçarje, lufta çka mos. Hodhën në xhenem këtë dhe këtas ngjeksit e saj. Këtë ka pa natën e Mirajit pejgamberi alayhis salam, natën e Isras, udhëtimit, e pa dënjon plak. Pejgamberi alayhis salam atë natë e pa
dikush rrikin që është rrugës, edhe u mendoj që njerëz të thirrë ka veqja, i tha o Xhibril, thot kush janë kë? Thot që është iblisi, shejtani, i mallkuari. E çka bën atë në rrugë? Njerëz të largon nga rruga e drejtë, nga rruga e Islamit, nga rruga e vërtetë. Puna ti këtë ka punë të devijon njerëzit. E pejgamberi alayhis salam e pa se si bën shejtani, si punon, ti mashron njerëz të largon nga rruga e vërtetë. E pse po ju bindesh shejtanit? Pse më shkon mas rrugës shejtanit? Na kur e përmendin shejtanin dhe njerëz që nuk janë fort me Islam se praktikojnë, thot qoft larg neve. Çfarë qoft larg teje? Po e parë thirrë zoni kaloi dreka atë se fal drekën. Çish qoft larg teje? Ti të shkon rrugën atij, ai nuk don të ta falësh namazin. Shejtani nuk dëshiron të ta falësh namazin. Ti kur të bësh në sejdë, shejtani të çon edhe vërtet me të madhe. Thotë urdhëroaj bon sejdë, shenj respekt Ademit alayhis salam e refuzua, thotë tash e meritoj xhenemin. I biri Ademit u urdhëroi me sejdë, po i bën sejdë Allah e meriton xhenetin. Nuk thua shejtani qof larg neve, tu kalu namaz, tu kalu mos e bën kurrë veç me gojë larg neve. Jo, sa larg ti, është bashkë ti. Të namazit të s'pe fal. Muzik po ngon, harame po bën, atë po bën, këtë po bën. E larti, nuk ka larti. Çati me ti atë. E pa shejtanin pejgamberi alayhis salam natën Isra se si njerëzit i devijon, mundohet të devijojnë nga rruga e vërtetë. Pejgamberi alayhis salam atë natë pa disa njerëz mjellshin, edhe mbrenda ditë dve korshin. Tha Xhibril, thot kush janë këta? Po mjellin, po korrin me nerë, normal të ku mjell, duhet me prit, do muj, do varet çka ki mjell, atë. Thotë janë mujahidët. Ato që luftojnë për Allah. Në jetën e kanë të pasur për Allah. Do të thonë po luftojnë, po mjellin, po korrin brenda dy ditëve. Të janë ata që luftojnë fi sabilillah, mujahidët. Jo, tash të quajtur mujahida, po mujahidë për më mujahida. Mujahidë drejtë, sinqert. Se frikë, tash muslimanët e kanë frikë me përmendje fjalën mujahid, shumë na mshielin. S'mshielin mara. Bindju Allahut, bindju pejgamberit alayhis salam, banu muslimani që ndroshëm i fort, bani sinqert, nuk të mshiel kërkush. Mos e kesh përdor Islamin, mos e merr Islamin në emër të Islamit, unë mujahid, në emër të Islamit vraj fëmijë, në emër të Islamit thet diçka, në emër të Islamit bën çka mos, e tonë vallah pi mshiel muslimanët. Jo, mos ban kesh në emër të Islamit. Se këtë fjalën Allahu Ekber, këtë fjalën mujahid, këtë fjalën këtë e kam mësuar. Ban diçka një atentat dikon, Allahu Ekber, që musliman. Jo, ku është Islami e ku është i cili po bën këtë vepër në emër të Islamit. Po ashtu pejgamberi alayhis salam atë natë pa disa njerëz, gjuhët e tjerëve apo buzët e tjerëve dhe gjuhët e tjerëve e u prejshin me gërshon prej zjarrit. Tha o Xhibril, thot kush janë këta njerëz që po ja presin gjuhët edhe buzët me gërshon prej zjarrit? Thot këto janë khutabaul fitne, këto që bojnë fitne. Janë ata të cilët alladhina yad'una lid-dalal, ata që thirrin, që ftojnë në dalalet, në devijim. Nëse në emër të Islamit. Në emër të Islamit dikush i thirr në dalalet, tu përdor ajete, tu përdor hadithe. Ai thanë edhe Aliut radiallahu anhu kur i kishte luftën me Khawarijët. Ai thanë: "O Ali, ka thënë Allahu, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul mushrikun, fa ulaika humul kafirun." Tre ajete janë, funi një është mushrikun, një kafirun, një zalimun. Thot Ali radiallahu anhu thot, fjalë e vërtet, ama qëllimin e kanë për devijim, për të keq. Pra janë të e përdor Kur'anin, janë të e përdor ajetin, ama për qëllimet e tyre. Pra dikush edhe në emër të Islamit thirr me ajete, me Kur'an, me hadithe, që me deviju. Ka thënë Allahu, edhe këtja nisën a shqip. Ajo ideologjia vetë, se e ka që ashtu ta shpjegon të na. Ati shkanë të gjuhën fillim, ka thonë Allahu. E thot ajetën të na shqip, ku që nisë aje ndreq si pas ideologjisë vetë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ku që krisë shqip të na si pas ideologjisë vetë. E këto thirrin në dalalet, të thirrin në devijim, të thirrin në shkatërim, por në emër të Islamit. Bile tregon vetëm se janë të fuqishëm, janë të ashpër, janë mujahida, bojnë këtë, bojnë natë për Islam, na vdesin për Islam.
Po më jo për islamin e vërtet. E të vdik për diçka që ju e mërtoni islam, e që nuk kanë shpër islamit. Pastaj pejgamberi alayhis salam atë natë pa dhe e pa një kafsh të dalë për një vrime, për një bire, për një vendit, dol, pastaj mundoj ke me hi, nuk e zin kaj vendi. Thot Xhibril, thot çka punë kësaj kafshët? Thot kjo shembulli atyre që flasin fjalë të këqija, e thot një fjalë të keqe, pastaj mundohet me kthy, po s'u kthen. Thot kjo shembulli që beshet e këtë kafshën. Në ki patën, e thot një fjalë, ja ki thonë 5 vejta që të ne, ato 5, një 5 tjerë u banë 10, ato 10, një 10 tjerë 20, ato u banë 500, 1000, 10.000, po du të kthej të prapë, ku pe këtha? Për këtë ki kujdes për shenjën, ku të shkrush, ku të qitesh në për WhatsApp, në story, në për Facebook, në për ase, se përgjithësi në ditën e gjykimit. Nëse ki shkruj diçka kesh, ai dikun në frikë dikush e ka pas shkrim. Nëse ki thonë, po thojnë, thujë tani fetfa, atë diçka për islam, halal, haram, ban, nuk ban ase, dikush e në frikë, në Australi të lezon, Facebook e vla e shefa e që. E shefti, mashallah, im në te ki bën hoq, doktor, profesor, kuj diçka, edhe po, mashallah, ta shef fotën me mjekër, me shall, me kretit të natë mirë, thot, po, ki kanë një hoq, i mirë, edhe beson, qa shka ki thonë ti? Në ti ma ki krejt kontra e ki thonë. Të nëse kimi dhënë llogari për këtë. Po ta kthej, që pe fshi postimin, ti e fshin e postimin, po ajo që po punon me atë fetfan tonë. E për këtë duhet me pas kujdes. Çka po fol se kanë thonë dietar kanë thonë, disa njerëz turp thonë asnjëherë nuk i kam rap pishman kur kam qenë i heshtur. A kur kanë fol shpesh i kam rap pishman. Se kur je i heshtur s'kemi rap pishman. A kur të folesh mund mi rap pishman. E thot pejgamberi alayhis salam me pash një kafshë dil ke për një vendi do ke më kthy nuk kishte mundësi se zin ka e bia thot Xhibril thot an shembull aty që folin fjalë këqija doin me kthy të prap po nuk munden. Pastaj pejgamberi alayhis salam i pa disa njerëz se si me një guri ju mshoshin në kokët e tinve ju theke koka ju bën këtë copa koka prap u kthej si akon. Prap ja theshin kokën prap u kthej si akon. Thot Xhibril çka puna këtij njerëzve. Thot këto janë ata që nuk e falin namazin. Nuk i bën sejdë Allahut. Qot, muslimani një gëllë jap bën sejdë. 5 kohë të thirrëzonin sejdë nuk i bën Allahut. Një gëllë dha, krejt, e shok të publike, një sejdë ta bëjnë se dha një gëllë. 5 herë thirrëzonin ditë nuk i bën sejdë Allahut. A pse që janë milionë, tha. Të bi merë një 100.000, 50.000, kuj disa për një gëllë. E për namazin, çfarë probleme ka namazin? Një zotë di. E thot pejgamberi alayhis salam ju theshin kokët, u kthejnë çka thot këto janë ata që nuk e falin namazin. Rani vend një burri, thot 20 vjet një burri, 30 vjet një burri të fortë, rani vend me shuq gujzin tokë me ran sejdë Allahut. E duket diçka shumë e rëndë, shumë e madhe. Ai shkajtë gjithë ditën apo në ndërtimtari ban thasë, hipe, zhripe, kret, i ban, ku të vi puna të namazi jam lodh. Nuk e fal namazin. E dënimi atinve kështu në është. Po ashtu pejgamberi alayhis salam i pa disa njerëz se si me thojtë e tinve prej bakrit, i shkishin ftyrët e tinve dhe gjokset e tinve. I tha Xhibril, tha çka punë e tinve? Thot ha ula yamshuna bil ghibe, thot janë ata që përgojohen. Mirë me punë të tjerë, me fjalë të tjerë, me çikën e filanit, gjalet filan, ngryën filan, burrin filanës, me çiket e ka punë. E thot këto dënimi prej dënimit të tinve se më thojt prej bakrit i shkin ftyrët e tinve, edhe gjokset e tinve. Kështu i pa pejgamberi alayhis salam natën e Isras. Po ashtu pejgamberi alayhis salam i pa disa njerëz se si pelojnë mishin e freskët, mishin e mirë, mishin e pastër, edhe janë shuqe me një qoshe, ja hajnë misht i prishur, erën e keqe, katastrofë, janë tongur për ati misht, që të none kanë mishin e freskët, thot o Xhibril, thot çka punë e këtine, se hajnë mishin e mirë për shkujta i keqe, thot kjo është punë e atine që bojnë zina. Është shembull i martuar, e le ngujnë e vetë, për shembull, nga të mas tjera me bon zina. Apo nuk është i martuar, vend se mu martu me halal, me shku me halal me pas marrëdhënie, ngasin me zinas.
Prej 7 gjinohat të mëdha zinaja. Ka thot pejgamberi alayhis salam, thot halash e lishin miqin e freskët, shkojshin atë miqin e keq të prishur e hajshin. Kjo është njëjtë shtonë. E le halalin, shkona për haram nga të nalte poshtë dhe pagun ja parë harxhoje kohën e këtë për çka për diçka të prishur. Ama rezultatin e asaj na shifën ditën e gjykimit. Pashno prej çuditëra që i pa pejgamberi alayhis salam natën e Isras, gjatë udhëtimit të tij në Palestinë, kaloi rreth një vorrit. E pra ti vorrit dilke një erë mirë. E pejgamberi alayhis salam tha, o Xhibril, thot vorri kujna është? Thot kjo është vorri i Mashita bint Firaun, e një gruaja muslimane e cila kujdes kjo për vajzën e Firaunit. Ja ka krej flokt. Ta kujdes për çikën e Firaunit. Edhe tregon pasaj historinë e sajna, thot një ditë prej ditëve kjo gruaja muslimane kishte fëmijë. Thot ja krej një ditë flokt vajzës së Firaunit i ra kranin tokë. Edhe kur u zgat me mor tha bismillah. Me emrin e Allahut. E vajza e Firaunit tha, pate për babën tema, me emrin e babës tema për dikën tjetër. Se Firauni ka thonë vetës, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Ka thonë vetës jam Zot. E vajza e Firaunit i thotë kësaj gruaje, thotë, ku tha bismillah me emrin e Allah, me emrin e Zotit, e pate për babën tema për dikën tjetër. Thotë e pate për Zotin tem, Zotin babës tanë, Zotin e gjithësisë, Allahun. Thot ktheu prap nga kjo fjalë, i tregoj babës tem, thot tregoj. Atë nuk kthejna prap. Bindje, këto shifta bindje e fortë, imani i fortë. Nuk ka qenë lohaçme, edhe kush ka qenë Faraoni. Çfarë ushtrie ka pas, çfarë i ka qenë një ri me të vërtetë i rrezikshëm, zullumtar i madh. Kur kushtën i ka dalë ti përpara me ja prish. Edhe kjo vajza lajmëron babën e saj në Faraonin, edhe vjen Faraoni thot, a pi bjen prap kësaj fjale, apo ti edhe fëmijët e tu ti mbes? Thot jo. Thot a për kundërshton atë Zotin që e beson ti të mbesojsh mua si Zot? Thot jo, thot Zoti jam dhe Zoti jot është Allahu. Dhe si thonë të nëdhe pikë mo, s'ka s'livriti prej kësajna. Atëherë Faraoni jep urdhër me 10 një zjarr, apo një ujë val, aq se ka qenë i fort, thuhet se para se me ra atë veç mishi prej ashtit ashkrim, i ka ra prej trupi. Edhe fillon ja gjun djalin e parë, apo fëmijën e parë, ditin, kjo sinis s'pilivrit. Qaddar Allahu ma shaa fa'al, Allah ka caktuar, Allah bën çka të don. Ama kur vjen në fund, kjo gruaja muslimane ka pas një fushë në krah. Alo, gjinja kon të i dhon. E kur don me amor këtë fëmijën, kjo pak si e shtrëngon. Atë jo dhima, se fushë, ato tjetër kanë dhimë, po kjo aty fushë. Imagjino ti që kanë një pisklimin e fëmijë kur ja kanë gjujnë në zjarr aty. I pari ditë sa i ka pasur. Tash kjo foshnja, atë në atë moment Allah xhaleshanu e ban këtë foshën me fol. Edhe i thot isbiri ya umma, banduri më nana ime. Fa inna azab al-akhirati ashad min azab ad-dunya. Azabi dënimi i ahiret është më i fortë se dënimi i kësaj bote. Ngjujn, ndjek, vdes edhe u kri, mund nuk ndihmë dhimbta. Ata që e kanë kuptuar se çka më dhon shpirtin për Allah, ç'na kanë kuptuar. Ti për shembull që e merr një dele, një lop, një kash me prej. Ajo vjen çat momentin e një dhimbtën kur ta presh, bismillah e nin. Mas mo kur ta rjepësh, kur ta dash copa, kur ta varësh me terë, kur ta shtish në furr, kur ta hajsh, ajo nuk i nin ato dhimbta. E ai cili vdes për Allah, na në çat momentin e ndini lloj dhimbta, aty kur ta misë. Mo, çka dojnë të i bojnë, nuk din. Shpirti ti për në xhenet. E i thaj fëmija i foshnja, isbiri ya umma, dërojna na ime, se dënimi ahiret është më i fortë se dënimi i kësaj bote. Khubejb ibn Adin radiallahu anhu kur dashën me mit, me varr, çka tha? Tha walastu ubali hina uqtalu muslima, thot nuk mërziten fort kur vdes si musliman. Aty kur e di se jam të vdes si musliman, nuk mërziten as pak. Ala ayi halin kana fi Allah masrajt. Si do kohë në që vdekja ime, s'mërzitna. Am prejni, jam copton, jam djegni, jam përzhitni, jam pjekni, jam varr. Çka doni mbani? Unë nuk mërzitna se jam të vdek për Allah. Edhe e foshnja tha,
Bën dërimoj nëna ime. E lëshoj, edhe pastaj kur erë i kësaj gruas, i tha oferant, thotë e kam një kërkesë. Sa shkëna kërkesa jote, thotë mos e të më gjujsh edhe mu, ish në të fëmijët, i mbledh me një vend dhe i vorros me një vend. I thotë Faraoni, thotë pe pranoj këtë kërkesë. Adi hatri se shka ka shërbit disa vite vajzën e saj në vajzën e tij, thotë ta pranoj kërkesën. Edhe ja të bon pastaj me një vend, i vorros me një vend, kura kon Faraoni. E mas sa vjetë ka orë pejgamberi alayhis salam, ka kaluar rreth vorrit të asaj gruas, e ka ndinë një erë të këndshme. Vorri i Mashita bint Faraon, ajo cila kujdes për vajzën e Faraonit. E këtë e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e Isra. E pastaj për natën për Mirazhin, ngritjen e pejgamberit alayhis salam mbi shtaçilla, ajo është tim në vetë se edhe një gjësura i merë, në forë se shka ka pa në qilën e pare ka takua Ademin a.s. Qilën e ditë Isën dhe Jahja a.s. Në qilën e trejt Idrisin, katërtin Harunin, pensën Musën a.s. Këtë si të i pengamer që e ka mirëprit Muhammedin a.s. E ka bon luqe për pengamerin a.s. E ka mirëprit. Për shembull të Ademi a.s. Pejgamberi a.s. e ka pasur si shpirtrat e pasardhë të Ademit kalojnë te Ademi a.s. i shef. E shef një shpirt thotë ruhun tayyib kharaj min jasadin tayyib, një shpirt i mirë ka dalë për një trup të mirë, shpirti besimtarit. Kur e shani që të shpirti thotë ruhun khabitha kharaj min jasadin khabith, trup shpirti i keq ka dalë për një trup të keq, shpirti jo besimtarëve. Domethënë i shef. Edhe Ademi a.s. e ka lut për pejgamberin alayhis salam, edhe çdo pejgamber kjo për nder se poshtë, thanë xhamin Aksa u bë imam i gjithë pejgamberëve. Pastaj këto pejgamber hipën 8 pejgamber hipën mbi qilla për ta mirëprit pejgamberin alayhis salam, si shenjë respekti, si shenjë ndere, e pritën pejgamberin alayhis salam në çdo qill. Edhe Jusufi alayhis salam, ku thotë Jusufi që kishte gjisa e bukurisë, është pejgamber i bukur. E pa Jahja dhe Isa alayhis salam me një qill atë ditë, gjemtieze me zveti kushri, edhe ato e me pritën pejgamberin alayhis salam, ndërsa Ibrahimin alayhis salam e pa te Beitul Ma'mur. Ishte pështet te Beitul Ma'mur, e thot ki Beitul Ma'mur është për me lajket në qiell, sikur që janë qabja për neve musliman to. Thot aty në Beitul Ma'mur thot çdo ditë hishin 70.000 me lajke, dilshin edhe më nuk u ktheheshin. Po prej kur a kriju Beitul Ma'mur, për çdo ditë hin 70.000 me lajke, dalin dhe më nuk kthehen ato, vijnë tjera 70.000 tjera nesër, mas nesër ditët e tjera. Imagjino sa është numri me lajkeve. S'u imagjino. Se Allah thotë oma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Askush nuk e din numrin e ushtrisë Zotit tan me lajkeve. Kurkush nuk e din. Sa ka me lajke. Thotë pejgamberi alayhis salam natën e Mirazhit, thotë nuk pash vend të lirë në përqie, sa një pllon vetëm se kish me lajke, e cila ishte në ruku ose në sejdë ose në kom, e të i bën ibadet Allah subhanahu wa taala. Prej kur e ka kriju Allah janë sejdë atë i bën Zotit. Prej kur e ka kriju Allah janë ruku i ka ras Zotit. Prej kur e ka kriju Allah janë qëndron kom duke madhëruar Allah subhanahu wa taala. E atë që me lajke që ka pa në 7 qiell, edhe më shumë se që ka pa për rreth arshit. Te madhëruar Allah subhanahu wa taala me lajket. Edhe i pa 4 me lajke që e mbajnë arshin. Thot arshin e kishin ato këto të shpatullat e tinve, të mbaj komp në 7 tokat. Hajde në dalë dhe një profesori matematikës e llogaritë sa të mëdha janë. Çfarë krijesa? E prapë në nasi musliman të utë më për një njërë si na. Të pas në, nëse kemi bindjet fort në Allah, të pas ndihmën e Allah, të pas ushtrinë e Allah, të pas me lajkat, më shumë më frigu për njërit. Allah Gjeleshani dërgoj Muhammed a.s. në luftën e Bedrit me lajkat. Të ndihmojnë Muhammed a.s. A e dërgoj Allah Gjeleshani Muhammed a.s. Gjibrilin, kur dashi ai mushriki qafiri me shkele, ja shitoni kur dashi ta shkele pejgamberin a.s. në qafë, të fal namazin me shkel krin. Gjibrili i mshoi dhe gjujti dikon larg, thuin dietar sikur të kish pas me vdek shejtani para kiametit, thotë do të kish vdek çat ditë. E kemi in tansurullah yansurkum, nëse ndihmoni fen e Allah, që ndihmoni Allahun. E kur të ndihmoni Allahun nuk ka kushtëm poshtë. Asaj tjetri. Pa me përmene ime të kush. As Amerikas, Rusijas, jashtë quajtër Izraelas kërkushin.
Ha, shka me bon, kemi majt asa kja. Në konët edhe ajo edhe kjo. Jo me atë, jo me këtë, jo me atë fund, me majt në dil. E këto me lajke i popë nga mërë e islam, me lajke që e bajnë arshin, prej këto të karuri sajna, deri të vesh, ishtë në adi udhëtimi, që kjo udhëtimi, prej që në deri që në me udhëtu, me mjetin ma të shpejt 700 vjetë. Prej që tonë, deri që tonë me udhëtu, këtë distanca, për me mëri, për këtonë deri këtonë, e 700 vjetë, me hejtë me mjetin ma të shpejt. Imagjino sa të noja janë. E pa Israfilin a.s. surin të e majtë gati. Thot pejgamberi a.s. më ndoa se së të zbesë në tokë, e mos t'i frinë kësë surit. Aqë si rrike gati. E pa Malik khazin në nar, aqë kujdestarën e xhenemit me lajkan. Në kjo bustjesh pejgamberit a.s. I tha o Gjibril, thot, kush janë këto ta Malik? Thot edhe pse rrja di kështu si mrozes, se pejgamberi pa këtë me lajkë të bustjesh pejgamberit a.s. të mirë prit, pejgamber, thot Malik, thot o Muhammed, thot prej kër e ka kriju Allahu, deri sot nuk ka bustjesh as njëherë. Sikur që ti kish bustjesh dikujt, do të kish bustjesh me ti. Ku mu bustjesh Malik, khazin nar, kujdestari xhenemit, me çka ka pajat, çka shef. I birja dimi njeriu, kesh të shtrinjit, knosh të gëzime, qefe, asoj, pse ka gale. A një për xhenemin, hin këto, del tonë. Një për xhenetin, hin këto, del tonë. I një këtë ato vdekën e vorën, të vorë të gjenin atë dhejnë të ira njëri të vorë, të ndrase. Kini një që shpa bëmë atë, pse ka gale në Facebook, anë të nejtë, të bon like, të këshirë në futbol, në rezultat. Ba në vakia të rritë asë i sport, ka shë i thujnë, të vorë. E Malik dhëtë keshë kë ka po xhenemin? E i birja dimit, që nuk mendon për këtone, i ban këto gjënohe, i ban këto të këshia, se nuk i shkon me janë ditë se ka me pas ahiret, ka me pas xhenem. E kështu i pa pejgamberi alayhis salam edhe në xhennet, e pa xhennetin, e pa xhenemin. E ndëgjoj zhurmën e nallonat të Bilalit në xhennet. Dhe Bilali rob që ka qenë. S'ka pas as një vlerë në atë kohë. Po Islami fjala ahad ngriti, janë dëgjoj nallonat e Bilalit në xhennet pejgamberi alayhis salam. E për këtë ka thonë pejgamberi alayhis salam, "Jannatu tashtaqu ila thalath", xhenneti për mallut për 3 veta. Bilalin, Aliun dhe Ammar ibn Yasirin. Çka dina na për Bilalin? Çka dina për Ammarin? Çka dina për Aliun radhiyallahu anhu? Ditëm, nuk ditëm na për ato, xheneti mërzitet për ato, për mallut. Ti jetë kërkon. Nëse më kënosh me ditë kush janë Ammar ibn Yasiri, kush janë Bilali, kush janë Aliu, atë xheneti për mallut ato. A ku dalmin që të non? Filan artisti, filan sportisti. Kretë sejnë që adina. Edhe numrin e kundrave. Edhe shka hanë, edhe shka pi. Ato 3 xheneti për mallut, për ato e pak dina. Për këto 3 burra të mëdoj, ka dhe qjerë, më të mëdoj se këto që janë. Shton pejgamberi alayhis salam u kthi, zbritin në xhamin Aksa, me burak u kthi në Qabe, në Mekke. Dul mëngjesit, dul i lajmëroj një, tha, kam qenë në Palestinë, xhamin Aksa, mbi 7 qilla, si besun. Tha vetë në karavanin, filan ditën vën karavani, se e pa për rrugë, pejgamberi alayhis salam të u kthi prej Palestinë, e pa karavanin të u kthi. Edhe për me avërtetu ati karavon se ka kaluar në pejgamberi alayhis salam me burak me Xhibrilin, një deve, karavon që kanë pas devën me ushqim, atë kanë një deve majnë me ushqim, gjatë udhëtimit, që atë kanë ushqimin e kret. Ju kish hup atë ve. Edhe pejgamberi Xhibril alayhis salam me një zonë ju tregon se filan vend është devja, edhe ju thot pejgamberi alayhis salam ku të vijë ajo karavani, pyetni, a ju ka ndodhur diçka? E kur ja karavani, mas disa ditëve, këtë Mekja u qunë kom, si në fjestë e madhe, për pritin karavanin. I thanë, kur mos ju ka bon vaki disha gjatë udhëtimi që na ka up një djeve. Edhe, thotin dëgjum një zonë, na kalzoj. Edhe atëre, disa besumë të në pejgamberi alayhis salam, se ka bon këtë udhëtimi. E ka shumë sejnë tjera, por qëto, shka mujtë mi përmenë për natën Isras dhe Mirajit,
Po çka dashta me thonë se kjo mrekulli apo kjo ndodhi, kjo histori për plot mësime. Me ta kënaqësh shpirtin, me ta kënaqësh zemrën. Muhamedi alayhis salam imami i gjithë pejgamberëve. I dashuri i Allahut, i dashuri i besimtarëve. E këtë nder ja dha Allahu xhaleshan Muhammed alayhis salam dhe qëllimi komplet i Isras dhe Mirajit nuk ishte si e përshkruajnë disa se Muhammed alayhis salam hipi mbi shtatçilla mu taku me Zotin atje nalt mul me bisedu me Zotin, nuk ka kjo. Se na sipas ehli sunne wal jamaa Allah ekziston pa vend. Nuk ka shtatçillas në tokë. As nuk ka brenda botës, as jashtë botës, ai ekziston pa vend, siç ka ekzistuar në zel pa vend, prapë ekziston pa vend Allah subhanahu wa taala. Po çka ishte qëllimi pra Isras dhe Mirajit? Me ngrit pejgamberin alayhis salam në botën e, si më thon, lart, e mi pa ato siç tha Allah linuriyahu min ayatina, ti tregojmë disa nga argumentet tona. E nuk kanë sikur disa që e përshkruajnë sikur në teatr, në film, hipi Muhammed alayhis salam mbi shtatçilla, më rrinë e arshi, e pastaj Allah ja hapi atë pirdën. Edhe i tha mirë sa erdhë Muhammed dhe nisën bisedën dhe me Muhammed me Zotin, thuti se janë të treguar në film vizatimor apo në film apo në teatr. Se janë as pak të vërteta këto. Unë me vesh të mirë nitën në atë një me tha, Allah e ke pirdën. Ju tha, nëse tregoj ka për Ademi alayhis salam, për shpirtin ku i kanë dhënë nga shpina Ademit alayhis salam, tha Allah xhaleshanu, tha e heki pirdën, ju tha shpirta, lestu birak bikum edhe mshilin. Ju tha, se jam Zoti ju, edhe mshili pirdën, ato krejt tanë bela, po, gjithsesi. Këto tjetë e shkujnë për Mirajin, sikur njënjë prej dojës, është shumë i nima, janë shumë oratora. Tha, kur më rrini Muhammed ati në audencën, ku isha tha Zoti ati, e ju paraqit Zoti dul për para, edhe ke. Fillon, teatr. E na ahli sunne wal jamaa besojnë se pejgamberi alayhis salam ngrit mbi shtatçilla për nder, për me nderu Muhammed alayhis salam, për me dhënë këtë mrekulli, për me pa linuriyahu min ayatina, që tregojnë disa nga argumentet tona. E jo mu taku me Zotin atje nalt. E lutem Allah subhanahu wa taala që na shton dituri të dobishme dhe të veprojmë, të punojmë sipas asaj diturie. Atë sa dim, po çat me praktiku. Por në qëtë detyrie dobishme, qëtë detyrie pastër, e bazuar në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam, jo e bazuar në TikTok, e në Facebook, e ku i dikun, në Kur'an dhe Sunet. Dhe tek dietarët që i njeh bota, siç janë katër shkollët, Maliki, Shafi, Hanbali, Hanefi, dhe siç janë dhe imamët tonë në akide, Imam Esh'ari dhe Imam Maturidiu, e sahabët, e gjeneratët të tjera, bazë të atinve, deri këto kam rri kjo detyri, duke u bazuar te ato. E tjerë që nuk ju dihet që kanë fillimin, ato krejt jashtë. Ato shejtani ka thirrë te rruga, i ka ngrit, ka unë vet. E për këtë kemi kujdes kur ngujmë dëgjojmë ndonjë histori, ndonjë diçka, le të jetë në përputhshmëri me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. E kjo mrekulli e pejgamberit alayhis salam, Isra dhe Miraji, është ndër mrekullitë më të mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah kemi mësuar prej sajna dhe mësojmë hala prej saj ndodhije për jetën tonë të përditshme dhe për të ardhmen tonë, që u mësojmë fëmijët tonë, sepse tham këto festat tona janë për plot mësime. Nuk janë vetëm me ardh, me festu, me hongën e mëlsin edhe ukrin, me hongën e havëll edhe me thon ukrin. Por të mësojmë diçka. Edhe ta çesmi në dritë me praktiku, edhe me mësu tjerë. Se ta shton imanin, ta forcon imanin, ta forcon bindjen. Kur ta ndëgjosh këtë histori pejgamberit alayhis salam, dëgjosh çka pak ku vet, çka pak fort. Inshallah Allah xhaleshan na forcon këtë din, na bën këmbgulës në këtë din deri frymën e fundit kur t'ia dorëzojmë shpirtin Azrail alayhis salam. E lutem Allah subhanahu wa taala të na falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Dhe në fund e lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.